Zenelaj dhe Demrozi do rina qa për ti dhe skuadrë sa do t'i kalojmë dhe ato gjëra. Sulozeq. Në lidhje me Tetovën, fjalët më të mira, ka qenë trajner që i ka dhënë ton, si me thënë, edhe çështjes së trajnerllëkut në Shqipëri, po edhe çështjes së rezultateve. Kjo nuk ka diskutim. Tetova bëri dhe, me sa kam informacion, dhe stafin e ka shumë mirë. Stafin teknik, me Jul Brajan, me Julin Tauland Gumën, me pjesën tjetër të... Me stafin që ai ka marrë, pra. Me stafin teknik që ai ka marrë. Ilir Kaplani, me gjithse kemi... Me stafin teknik që ka marrë, me fizioterapist, me gjithë stafin e vetë. Por kjo ishte rufen qelë të hapur, ndoshta jo, sepse unë mendoj diçka tjetër në fakt. Që dikush tjetër edhe nuk mund të thotë. Unë mendoj që kjo ka qenë pak e stisur, çështja e jo dorëheqja e Tetovës, goditja e Ignatias. Ai erdhi deri në një farë pike, arriti kulmin dhe normalisht mendoj që dhe diçka politike ose diçka, po themi, jashtë underground, jashtë futbollit ka pas ndikimin ose ajo dora e zezë për ta ulur pak, si me thënë, atë çështjen e ecurisë madhe tek Ignatias dhe ndoshta diku tjetër e kanë, sepse kjo më bën ta mendoj këtë gjë, duke parë dhe ecurinë e kampionatit, duke parë dhe ndërhyrjen e arbitrave, duke parë dhe dënimin e këtyre, pra fillimisht Tetovës dhe gjithë stafit vetë, dhe pastaj pra janë të qëllimshëm. Mendoj që ka diçka që nuk shkon në këtë pjesë. Ignatia ka ekip shumë mirë. Kjo nuk ka diskutim. Kjo që thoni ju, ka një perceptim kudo dhe ne ndjejmë dhe ne si skuadër. Kudo që shkojmë dhe unë në Tiranë, kudo që shkojmë, ka një perceptim ndoshta është i gabuar që sulë njëri të merr një Juve, një ekip fshati atë të merr ka gjëra. Po unë them që e vërteta nuk besoj ashtu. Ne jemi aty dhe do t'tregojmë që mund të marrim prapë. Unë po flas atë që mendoj, perceptoj, duke bazuar dhe te ecuria e kampionatit, dhe te disa fakte që ju thatë dhe më parë, te kartonat, te goditja e klubit në këtë farforme, në këtë pikë të caktuar të kampionatit, pse unë të kishë ndodhe në para. Qa bëri Tetova? Qa bëri? Më zori pistoletën ati, si që është bërë në 2008 e në 2007, edhe në parë. Asnjë gjë nuk bëri. Dhe një gjë që ndodhë normalisht, gjithandej. Dhe vete dënon 6 muaj, sikur është kriminal lufte. Nuk ka sens pra, kupton? Rabia, si e shikon vendimin e trajnerit Tetova, donë se punon në të njëjtin fanell të Ignatias. Jo, Rabia... Po, a thuaj. Ja, thua ti. A themun. Dhe të ekipit kombëtar. Ekipit të kombëtar, patjetër.